shkollëve, zonja dhe zotrinj, zyrtarisht fillojmë programin për nder të ditës së mësuesit dhe ju ftojmë të ngriteni në këmbë në nder të intonimit të himnit shtetëror të Kosovës dhe atij kombëtar. Falenderojmë korin e shkollës për interpretimin e mrekullueshëm të himnit kombëtar. I nderuari zotri Yunus Aliaj, drejtori i drejtorisë së arsimit të komunës së Prishtinës, të nderuar zyrtar të drejtorisë së arsimit, të nderuar drejtor të shkollave, mësimdhënës, të nderuar veteran të arsimit, të nderuar prindër, asamblesë, mysafirë dhe të dashur bashkëpunëtar. Mirëserdhet në programin festiv me rastin 7 marsi ditës së mësuesit dhe 8 marsi ditës së gruas, të organizuar nga Drejtoria e Arsimit të Komunës së Prishtinës dhe Medreseja Alaudin. Në këtë ditë të veçantë, jemi të huar së bashku për t'i falenderuar dhe për t'i nderuar të gjithë mësuesit tonë për kontributin e jashtëzakonshëm që kanë dhënë dhe janë duke e dhënë në edukimin dhe arsimimin e gjeneratave dhe mësimin e gjuhës sonë të pastër shqipe, këtë gjuhë që na kanë lënë amanet të parët tonë. Është detyrë e jona ta përcjellim ashtu të pastër edhe të brezat e ardhshme. 7 marsi shënohet si ngjarje me rëndësi politike e shoqërore në historinë e arsimit kombëtar shqiptar. Andaj në këtë ditë të gjithë ne së bashku kujtojmë dhe nderojmë pishtarët tanë të parë të diturisë, të cilët na mësuan shkronjat shqipe dhe na mësuan se si të duam dhe ta respektojmë ateon. Andaj mirëserdhet në programin festiv të sotëm. Në këto momente ftoj zotri Yunus Aliaj, drejtorin e drejtorisë së arsimit për një fjalë rasti. Të nderuar mysafir, i nderuar drejtori i medresesë, zoti Jakub Çinaku, të nderuar veteran, të nderuar asamblesë, i nderuar stafi i klasë, të nderuar barës të arsimit vitet 19, në kurimin e Zjedhin Gashi, ashtu Ali Mysemi, Bajram Shatri, Fetat Bilik Bashi, janë drejtorët e shkollën atë kohë, të nderuar drejtor drejtorive të arsimit, nuk i shoh janë këtë komplet, sot ka qenë ditë shumë e qeshur, dhe besoj që në këtë sallë sot janë varësit kryesor të arsimit gjitha kohrave, themi, për Kosovën. Qëllimi ka qenë të bëjë gjithë edhe Komisionin Parlamentar për Arsim, edhe asamblesistit, edhe drejtor drejtorive, ekzekutivin e komunës, thjesht në këtë shtëpi të madhe, për ata që nuk e dinë, medreseja ka qenë një shtëpi e madhe ku ne kemi pas punë shumë ngushtë dhe shumë fizik,
dhe kam dashur që iniciativën e drejtorit medreses ta përqafoj me dy duart dhe ka qenë iniciativa e tij që ta shënojmë këtë ditë mësuesit me një garë të studeve të ri për me u kthy atyre garave shumë të mira që kemi pas në ato shtëpia të shkolla më parë, ku kemi vëzon vendet para, bile shkollat profesionale, se levo gjimnazet që janë specializuar për këtë punë. Pra, thjesht ky është një moment evokimi për njerëzit tanë që kanë bërë shumë, kanë bërë mbi supën e tyre një peshë tepër të madhe për arsimin dhe është momenti që gjithë të themi një faleminderit të madhe. Tani është bërë traditë që zakonisht ta festojmë shkollën e Korçës, shkollën e Varshave, 1387-ës, e themeluar pra 191 vite më parë. Edhe pse të vëdijshëm jemi se ne kemi pasur institucione arsimore më të vjetra se shkolla e Korçës dhe është një lajm i mirë për komunën e Prishtinës se shumë shpejt do të renovohet edhe kjo ndërtesa afër komunës vjetër, e cila ka qenë shkolla e parë shqipe në Prishtinë, shumë e vjetër. Dhe po besoj që këtë falajmi si arrisht është dashur me dhënë kryetari i komunës, po përpara po kërkoj falje, sepse ka njerë punë dalin jashtë agjendës dhe ne sot që kemi qenë asamblejës, ka mujtë me qenë asamblejë, për që kam dalë punë teren dhe prandaj po i përndes edhe në emrin tij, por ka qenë shumë i zënë dhe s'ka mujtë me qenë i pranishëm bashkë me ju këtu. Njëkohësisht e falenderoj shumë jurin profesionale që i ka zgjedhur të institut më të mirë, kemi bërë një garë shumë të shpejtë, por megjithatë ka rezultate. Po ashtu po falenderoj edhe shumë shkolla të tjera që kanë marrë pjesë shumë gara në këta 2 muaj që jam unë drejtor, dhe po ashtu kanë zënë vende të konsiderueshme. Edhe një herë po du me ju inkuraju për testin PISA, jo që na mujë bë mrekulli, por që fëmijët përgatiten psikikisht dhe ta ndinë peshën e garës dhe ta ndinë peshën e përfaqësimit të shtetit. Po i themi prapë ditës mësuesit. Kjo ditë tradicionale, unë besoj që jemi nga kombet e ralla, sepse ka edhe kombe tjera që gjithmonë e shënojnë një ditë kombëtare për mësuesin. Megjithatë, ekzistojnë shumë shtete, 21 prej tyre, që e shënojnë në vend ditës kombëtare një tjetër 5 marsin e 1994-s, pra ditën botërore të mësuesit, cila organizohet nga UNESCO. Dhe atë ditë sigurisht do ta festojmë ne së bashku, ka filluar nga 2008 ashtu për herë të parë në Kosovë. Besoj që shpejt do të jemi pjesë e UNESCO-s dhe do t'i zbatojmë ato udhëzimet e internacionale së arsimit të cilat vjen nga UNESCO-ja, sepse në vendin e kemi edhe në BE edhe në UNESCO dhe gjitha organizatat tjera botërore për arsye se jemi evropianë. Dhe sigurisht që kontributi jote do të jetë i madh edhe në atë aspekt. 7 mars, këto festa që i kemi, zakonisht janë festa ku ne do të reflektojmë. Do të patjetër reflektojmë për punën e bërë. Do të thotë patjetër që ta marrim përsipër ato detyra që kemi bërë i bëjmë më mirë. Por gjithashtu ti shpërblejmë ata që kanë merit, që na shpesh nuk e bëjmë. Pra, do të reflektojmë sistemi i arsimit tonë për fat të keq këto vite fundit ka degraduar. Jemi duke bërë çmos në nivel komunal dhe nivel qendror që ta ngrisim cilësinë, sepse kemi të lashe mëdha me cilësi. Unë po besoj që jo një ata që mund ta bëjmë së bashku, modelin e kemi këtu, ne kemi një model të viteve 90 që shumë kush shpesh e kritikojnë, që na kemi quajtur model kontinuiteti, po besoj që s'ka qenë vetëm model kontinuiteti, po ka qenë edhe model i cilësisë. Shumë shkolla janë shquar për cilësi, sepse ne cilësinë e masim me ata njerëz që sot janë perëndim, që i kanë marrë studit të ri të bazë dhe që janë sot afarist, profesor, mësues të niveleve, pra që kanë dalë pjesë në bankave që ne kemi zgjuar punë me dorë tona. Dhe edhe një herë këtu, edhe një herë duhet ta përshëndes zotin Halim Hyseni, i cili ka dhënë kontribut të madh në ato variantat e arsimit në shkolla shtëpia, që ne i kemi ndjekur me përpikërisht të madhe. Po ashtu duhet të falenderoj gjithë ata që kanë hartuar atëherë legjislacionin, pjesë e atij legjislacioni kemi qenë shumë periudhe. Ai kombëtari i arsimit që kemi pas atëherë, a besoni që ka qenë shumë më praktik se shumë ligje që kemi ne sot. Nuk ka cenuar autonominë e shkollës dhe ka qenë një farloj shembull edhe si për shembull funksionon shkolla me autonomi të plotë. Ne kemi bërë tani një decentralizim të arsimit, por a besoj që nuk kemi arritur asnjë proces me dërgullin në fund. Po shpresojmë që ka pas ndryshime, ligj për arsim universitar, ligj për arsim në lartë, gjitha ligjeve,
dhe po shpresojmë që do të kemi një legjislacion që zbatohet në praktikë. Zbatoshmëria është tipika më e dobët e gjitha rrugëve tona në Kosovë. Unë sapo era nga një ceremoni e Fakultetit të Edukimit, ku po ashtu u përru disa kabinete, dhe edhe aty e bona qartë se ne jemi të kënaqur në kohë të fundit me cilësinë e edukimit sa i përket arsimit parashkollor dhe fillor. Por ende do të bëhet shumë në arsimin lëndor. Ende profesorë që japin lëndë të caktuara nuk janë përgatitur mirë për të ballafaqsuar me sfidat që kërkon kurrikula re, gjithsesi korniza e re e kurrikullit të Kosovës, e cila është pilotu dhe nuk e kemi marrë atë feedback për informatën kthyese, a i ka pëlqyer njerëzve apo jo, e më neve kemi bërë pjesë të arsimit paragjithëtar, pjesë ligjore, dhe tani s'kem çare pa e zbatuar. Krejt në fund, po du me i përshëndet posaçërisht familjet e atyre që nuk jetojnë më e që kanë qenë bazë të arsimit vitit 19. Po du me përshëndet zotin Ibrahim Krasniqi, familjarët e tij, i cili u vrani në drejtori i shkollës së Durrësisë. Po du me përshëndet familjarët e Obertincës Daudit, të cili po ashtu tashë ndjerë, i zonjes shumë energjike Zymit të Limani, që jeton më po ashtu drejtoresë e Gjener Dodës. Dhe posaçërisht du me përshëndet familjarët e Mustaf Sopit, i cili ishte drejtori i komunës dhe drejtori i arsimit. Pra, sigurisht që ka edhe shumë të tjerë, po e shfrytëzova këtë rast i përshëndes ta për arsye se vetëm ne e dimë çka kemi heqë në ato shtëpia shkolla, dhe që jemi krenarë që jemi pjesë asaj historisë, që përse ka qenë historia më e ndryshme e Kosovës. Edhe njëherë nuk du me bëj fjalën para juve, gëzuar 7 marsi dhe 8 marsi po ashtu që është nesër, gëzuar për shumë mot dhe një faleminderit madhe për gjithë juve, sidomos për veteranët dhe për ata që kanë bërë tasimin mbi supën deri më tash. Faleminderit shumë. Tani, programin e vazhdojmë me Elvira Mazhici, nxënësen e shkollës Prenkia Kova, e cila do të paraqitet me këngën Agimet Shqiptare të kompozitorit Avnet Muja. Mm-hmm.
festivalin e recitatorëve. Në këtë festival kanë marrë pjesë gjithsej 25 shkolla fillore dhe të mesme dhe 60 recitues. Programin i do e vazhdojmë dhe kemi nderin që do dëgjojmë interpretimin e recitatorëve më të mirë në nivel komunal, të cilët kanë marrë pjesë dhe kanë zënë vendin e tretë, të dytë dhe të parë në këtë garë. Fillimisht, ftojmë vendin e tretë, përkatësisht Erona Mujolli, nxënësin e gjimnazit Sami Frashi, që të na interpretojë. Thank you. Jam shqiptar, paj kosovar, zot e krenar, zot e bujar mbi këtë dhej që e kam si fe, paj dhe për mbi fe e kam vatan, e kam atë dhej. Ti o shtja po të rret, ti o shtja po bërtet gjendet në rret se unë jam barbar. Pa jo mëre, nuk jam si po bërtet ti, si po buqet ti, ti o shtja i zi. Po vëndin tim, unë e dua, pa i lirin e dua, e nuk dua zotë mbi mua. Se jam këtu ku nuk ish njeri, ku nuk ish kufia as njeri, e as shkja të zi. Jam këtu kur malizi me shumë atje damati ish i liri, kur nga një det në teatrin det isha zot vet. Pa unë jam këtu nga moti kur vet zoti e bëri fushën, mali, unë jam këtu. E do të jem dem baba dem, mërsa mali të bëhet hi, e hiri mali për sëri. Ma thonë emri asim qerim, mbetur jetim që vogeli. Jam si më shërë, si më me, kësë barë dhe kryeli në një shamin me 3 shamin për 3 mëri. Jam e shtërma dhe vrajët e bojali, dhe sytë e mi jam të shpëndisi batërti dhe kamuri. Mor si s'ka njeri për liri, për drejtësi. Ma thonë emri asim qerim, mbetur jetim që vogeli. Se babën ti ma vranë nga qalnikët, për porëshnikët dhe glavnikët, ma vranë se unë në da vojvodi dhe kraj një vetë. Këtë vrikët, se ish kosovar, dhe se ish zot mbi këtë dhe. Dhe tokën që e kisha nga baba, nga gjyshit, dhe në babadem prej 100 vjet, prej 1000 vjet ma muar. Haj ma muar vatanin që e desha si gjani, ma muar me arë në duar, me gjak në duar, agrare, gjandare, tugare, o borri ma muar, gjenë në shtëpi, dhe ngritën për vetë në shtëpi, tu në sytë e mi. Dhe unë, ja unë që isha zote që mërë, mbeta pa drejtë. Pa i bujt pa dhe, bari pa të pek tu në dherin tim, dhe pjorin në drysh, kambarin në drysh, po shpresa, ju ble shpresa nuk më vysh. Pa i durova sa zduron njeri e për rëndim, më thanë të shkrujëm i fanik dhe vojt një kompi tim, po nuk desha. Më thanë ranë që të vras volan si pas kanonit të gjaku, po nuk pranova. Më thanë të ngrije me të i të shkoj ati ku qelit putët me dhej, në Stambol, në Anadol, more të më tej. Se vetëm ati pas ka për ne popull pasot, vënd bol. Po malli i babës nuk nja, pa i qaku i babës nuk nja. Dhe meta këtu rajanë në reja si tjetër s'ka, në që së ndi në uri, në slavëri të shkjau të zi. Më thanë të shkoj të Albani, vatani ri kombi tim, si shkoj Hasani, Selmani apo Dani. Po unë do të nga toka nuk ndava, e mbeta tim ku jam e ku do t'jem. Mbeta t'ha një bukës dhe herë, jakur me lot njohër me vrek, po të pres edhe unë një teatr në nxes. E ditë për ditë ne pas ne të rojta, vojta ka banë të shkja, po prita të vidhë për mu dita. Sot, tani, liri, do t'a shëm shkja kufin që ke ngritur në vendin tim, edhe për mbi vatë të babës tim. Do t'a shëm me zjarën e shpirtit të vojtës e të urrejtës, me zemërim me vrull të matë që s'ka mbarim, se vjetë më qave, më ndave, pa i ti më vrave armik gjelat, armik jugat, mor t'i bëra azate unë së tranë. Ti ngrite kufira me gjëmba fortesa, ti ngrite e unë krishanga. E sot, atje ku ti ke ngritur kufi që qajnë e dajë vlazëri, pa i nesër do shkoj e të valoj Marlena. Do i bia arës mes të mes e gjenë në pletë të buqas me gajë, në grurin tim, të dhejnë, të birë. Sot e për jetë si. Haj do ndjesi si do flasë dhe i matë vetë nga dhejnë i poshë. Ta mbroni dhejnë, me zjarë ta mbroni, me gjakë ta mbroni. Ta derë një gjaku me grushë të pjotë, po kur jotë, se loti është të bëri, e gjaku liri. Jam e shtë
Jali, për kam një zemë në gjotë për tim që ka pushim në jesë të tim. E gërë të rikë në pitoj, vajtoj. Ka është të vrarë rojë, baba. E pa që të njësi për ata dhe të përqarë të gjëmë. E desha të bërtas pos bërtit ato. Desha të qaj pos qarë ato. Ka një këtë. Dhe prita sot, të dhe të të. Tani jam gati të vdes që sot. Se roj për mot mbytur me gjak për jo me ljot. Për këtë dhe që e kam si fe. Hajde për mbi fe e kam vatan. E kam atë dhej. Hej, po buqas me zë ka ba. Sa të dëgjot në qel la. Sa të dëgjoj fund dekret kur gjak shqiptari ka në dej. Shaban baba, destan vëlla. Ti kom bilir kosovar. Ti zot krenar. Ti kom shqiptar. Ti djallerin. Hedhe ti pleqëri. Bëju gati. Bëju gati për vrull të ri, për liri, për Shqipëri. Tani është ja i zi, ja unë, o ja ti. Mor po unë e jo ti, se jam këtu kur nuk ish njeri, kur nuk ish kufia që njeri, e atë shtja të zi. Jam këtu kur ma lezi me shma dje dalmati, ish i liri. Kur nga një detën teatrin det isha zot vet. Haj unë jam këtu nga moti kur vet zoti e bëri fushën, mali. Unë jam këtu, e do të jenë dem baba dem, mor sa mali të bëhet hip, e hiri mali për sëri. Tani, doj në skej vendin e dy, që vije nga medreseja Laudin, e ai është Kasim Gërbeshë. Dhe të mija. Më plak, mërzia që dhe të mija mërzia. Përbuzja, urrejtja, të zisem dhe të më bështje. Se kam shumë anë miqë të lishë në këto sendet të pashpi. Nuk plasim, asy s'kam. Por mua me bale, se aty jam, vetë që të me plasin zemë. S'pagu të më shajnë, i më malkum. S'pagu të më talin, i urum. S'pagu të më këndojnë, i në zot, ose të më thojnë jeton kot. Të flasin si fjallë duan këtë vetëmi me ndëgjue. Ose të më tregojnë historinë e tyre, autobiografi, ndoshta aty do të në gjasim, me jetën temi pa tinglim, që në vetëmi pre kaloj dhe s'pedi arroj asroj. Sendet heshtë, sa të pamshim, me bajnë dhe muë me heshtë me pahirë. Se kuj s'kam dhe nuk flasin, aty jam. Vetë që të me plasin zemrën. Temës që po huën, dhe në mërzi. Dhe në mërzi vetë vetën të ruan. Në këto momente kam deri dhe knatësin që të ftojmë në skemë për interpretimin më të mirë të poezisë, nxënësen Auror Aliu nga medreseja Alaudin, e cila ka zënë vendin e parë. Tani kujtoj zoti. Në bërhekrat e kryzun të drejtorës se me shok qjelën e coptun në 4 cop dhe shok djelin sa një pare serme aq largë është qjeli nga një grop. E kjo grope e me ka emrin burg. E dini se burgu nuk është për dëtrim. Prandaj i burgi e më shumë i urit. A i më bani palmuq dhe më mbyt në trishtim. Hekrat e krydzun dhe ndërgjegje e me, dyarë me që betu më luftojnë ditë e natë. Por hekër i fort e mund ndërgjegjen teme, dhe ndëshprim për plasin si një qenë gratë. E kur nata vjen, e didzojnë hyt gëzohen fort, se hekrat nuk mi krydzojnë syt. Me të sjellën mbrapa shoh dritën e smut dhe hien teme të zgjatë murë si një kërslim ligji.
por si një dajak. Dhe atëherë të rëgohem dhe urej pa mas, dritën, hijen, veten, muret edhe hekrat, dhe ndjej veten luatë ndryem në kafas. Në për hekrat e kryzun të dritarës seme, shoh qelën e coptu në 14 cop, dhe zemra me ndjen në poq të breme, me skatër mureve, si në një grop. Në këto momente në skemë ftojmë drejtorin e medresës Alaudin Zotrin Jakub Qynaku për një fjalë përshëndetse dhe për ndarjen e mirënjohjeve. Të nderuar drejtor e arsimit, Zoti Janus Salia me bashkëpunëtor, të nderuar asamblesë, përfaqësues nga partitë politike, të nderuar veteran të arsimit të cilët keni dhënë shumë për arsimime dhe dukimin e gjeneratave në breza një pas një, të nderuar ju kolegë drejtor, mësimdhënës, pranishëm nxënës. Sot shkolla jonë është e nderuar me praninë tuaj. Andaj fillimisht më lejoni që t'ju uroj 7 dhe 8 marsin, ditën e mësuesit dhe të gruas. Fjala mësues në historinë tonë ka një domethënie shumë të madhe. Është një titull mbi titull. Emri mësues qëndron në pjedestalin e profesioneve. Mësues kanë qenë edhe shumë personalitetet të njohura në civilizimin tonë shpirtëror e kombëtar. Mësues ishin edhe Hoxh Tasini, Derada, Muhamet Çami, Shaban Jashari e shumë të tjerë. Duke qenë që arsimi dhe kultura kanë qenë dhe janë themelet e zhvillimit mendor e intelektual të një shoqërie, mësuesit në vazhdimsi kanë dhënë kontribut të pamohshëm. Andaj u jemi për jetë mirënjohës, duke mbështetur edhe në thënien e urtë, ai që më ka mësuar një germ, jam i gatshëm të bëhem shërbëtor i tij tërë jetën time. Në anën tjetër, shtyllë e një shoqërie përparimtare ka qenë dhe vazhdon të jetë gruaja. Ndaj nënat tona ishin shembull më i mirë për sakrificën e dhënë në edukimin dhe arsimimin e brezave të rinj. Ato ishin heroina të kombit tonë, si nëna Zahide dhe të tjera kishte dhe vazhdon të ketë shoqëria jonë. I nderuar drejtor i arsimit Zotri Janus Salia, dua të shpreh konsideratën tonë për bashkëpunimin dhe për krahjen e drejtorisë dhe stafit tuaj të pakursyer për ne. Prandaj, dua të vënë theks se dyert e kësaj vatre të arsimit janë gjithnjë të hapura për aktivitete të ndryshme arsimore e shkencore, ashtu siç kanë qenë të hapura me vite me radhë në vitet më të rënda të popullit tonë në dekadën e fundit të shekullit që lan pas. Andaj shfrytëzoj nga rasti edhe një herë të uroj të gjithë mësimdhënësve dhe nënave tona festën e 7 dhe 8 marsit, e në veçanti këtyre që sot do të marrin mirënjohjen e merituar për kontributin e tyre në misionin e mësuesit. Krejt në fund, do doja të falenderoj komisionin i përbërë nga Drejtoria Komunale e Arsimit në krye me profesor Haziri nga Fakulteti i Arteve të Universitetit të Prishtinës, nga komuniteti civil, nga shoqëria civile, komuniteti, ka qenë përfaqësues Nusret Simnica, nga mësimdhënës të gjuhës shqipe, Shëhrete Alaj, Melihate Zeqiri dhe Besnik Jaha. U jam mirënjohës për kontributin e dhënë në vlerësimin e nxënësve tanë. Pa humbur kohë, do doja t'i ftoj që nga vendi i tretë që t'ju ndajmë edhe mirënjohjet, por me shumë kënaqësi do doja t'a ftoj edhe drejtorin për arsim që këto minuta t'i ndajmë bashkërisht. Gjimnazit Sami Frashni, vendi i tretë. Në vendin e dytë, nxënësi i medresës Alaudin, Kasim Gërbeshi.
Dhe vendi I pari takon nxënëses së medresesë Alauddin, Auror Aliu. Tani programin ton e vazhdoj me nxënësin Frank Jakobës, Arsin Koshin, I cili luan në violin, La Vida Breve, të Manuel de Falla, përcjellë në piano prej profesorit Paton Asaf. Drejtoria e Arsimit të Komunës së Prishtinës dhan mirënjohje për veteranët e arsimit në shenjë të falënderimit për sakrificën dhe kontributin e shkuar në edukimin dhe arsimin e gjeneratave. Në këto momente, ftoj drejtorin e Drejtorisë së Arsimit të Skejnë për të dhanë mirënjohje. Për veteranët e arsimit është përblyer me mirënjohje për kontributin e tyre në edukimin e gjeneratave, ftojmë Taib Sulejmani. Ftojmë veteranin Zotri Ramush Ajvazi.
Ftojmë zotëri Ramadan Paçarada. Ftojmë zonjën Ibader Shusha. Zotëri Sabedin Sabedinaj. Zotëri Bajrosh Ahmeti. U jemi minjorës të gjithë mësimdhënëse për gjithë kontributin e tyre që kanë dhënë deri më tani. Për rëndësinë emocionale dhe shpirtërore të mësueses, këngën mësuesja do ta këndojë nxënësja Orhidea Krasniqi së bashku me Francesco. Falenderojmë shumë nxënësën Orhidea Krasniqi dhe urojmë suksese të më të tjeshta. Tani programi do të vazhdojë me një folazh vallësh. Për ne do të arguajnë atë nxënësit e klasës së dytë të shkollës Prenkakovë.
Me rast, mësuesit, Drejtoria Komunale e Arsimit të Komunës së Prishtinës ka përgjigjur dhe shpërblyer me mirënjohje drejtorët dhe mësimdhënësit më të dalluar për kontributin e tyre në procesin edukativ arsim. Në këtë moment ftojmë sërish drejtorin e arsimit zotrin Jonën Salia që të ndarë mirënjohje. Vjojme mësimdhënëse në shkollës Gatania, zonjën Ilmije Dumani. Qojmë mësimdhënësi në shkollës e Çmem Çabej, zotri Shahid Hasani. Ftojmë mësimdhënëse në shkollës Elena Gjika, zonjën Këcet Qarkëgji. Vjojmë mirënjohjet për drejtorët. Ftojmë drejtoreshën e institucionit parashkollor Artëria, zonjën Sadifete Lu. Ftojmë drejtorin e shkollës Gatania, zotri Isak Brega. Ftojmë drejtorin e shkollës Artur Frashri, zotri Bek Muljaj. Kulturore, ftojmë edhe koreografin dhe profesorin e nderuar zotrin Tilaver Kryezio. Liria është thelbi i mendjes dhe shpirtit. Aty ku nuk ka liri, mendja dhe shpirti thonë si pima pa ujë. Dhe shpresa kryesore e lirisë është dhe qëndron në edukimin e drejtë të popullit. Faleminderit dhe me një duar përgjigje falenderoj të gjithë ata të cilët kanë kontribuar dhe